Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi asta'in wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Si zakonisht falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër besimtar, jemi sonte së bashku me ligjëratën e radhës. Jemi në ciklin e ligjëratave që janë të lidhura njëra me tjetrën, janë ligjëratat për cilësitë, sifatet e euliave të Allahut. Cilësit apo sifatet e të dashurve të Allahut. Të dashurit e Allahut kanë shumë cilësi, apo janë të cilësuar me cilësi të veçanta, të cilat i dallojnë ata prej të tjerëve. Dhe kemi thënë cilësia e parë e të dashurve të Allahut është se ata janë të sinqert. Ata janë besimtar mukhlisa, besimtar të sinqert. Pastaj cilësia e dytë, për të cilën kemi folur javën e kaluar, është se besimtarët musliman të cilët janë eulia të dashur të Allahut, janë ata të cilët e kanë zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për imam, për pris, apo për shembull dhe moster në jetën e tyre. Cilësia e tretë e euliave të dashurve të Allahut është se ata e duan njëri tjetrin për hir të Allahut. Dhe tër dashurinë që kanë për të tjerët e kanë vetëm për hir të Allahut te bareke wa taala. Po nëse urrejnë ndakënd eulia të dashurit e Allahut, ata nuk e urrejnë për shkak të interesave parciale, interesave personale, për inatët apo kapricit e tyre, por nëse urrejnë dikënd, e urrejnë për hir të Allahut te bareke wa taala. Nëse japin, shpenzojnë për hir të Allahut, po edhe nëse nuk japin për hir të Allahut te bareke wa taala. Dhe cilësia e tretë, pra, është se eulia të dashurit e Allahut e duan njëri tjetrin për hir të Allahut. Dhe dashuria e tyre nuk lidhet për interesat e kësaj bote. Andaj Allahu te bareke wa taala në Kur'an, në surën Al-Maide thot: "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un." Miku më i afërt i juaj është Allahu te bareke wa taala. Pra më i afërt, më i dashur i juaj është Allahu te bareke wa taala. Pastaj është i dërguar i tij Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj janë besimtarët, ata të cilët e kanë besuar Allahun, po jo veç kaq, por pas besimit, imanit, ata e falin namazin, e japin zekatin dhe këtë dhënie të zekatit e bëjnë duke qenë të përulur, duke qenë të nënshtruar ndaj Allahut te bareke wa taala. Pra, më i afërt, më i dashur i jon, që e duam më së shumti, është Allahu te bareke wa taala. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj besimtarët musliman të cilët e falin namazin dhe e japin zekatin.
edhe faljen edhe dhënien e bojnë të nënshtruar, të përulur, e bojnë me sinqeritet. Këta janë më të dashurit tonë. Këta janë më të afërt tonë që i kemi afër vetes sonë. Dhe çdo njeri musliman i cili ka zgjedh këta të dashur, ai është ngallëmtar. Ai është fitimtar në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Pra, kush e ka zgjedh Allahun, të dërguarin e tij Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe besimtarët musliman të sinqert që falin namazin dhe japin zakatin, ai njeri është ngadhnjyes, është fitimtar në këtë botë, po jo veç kaq, po ka për të fituar apo ka për të ngadhnyer edhe në botën tjetër. Për ata Allahu te bareke ve taala në ajetin pasues, po në kapitullin El-Maide thot: "Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." E kush ka për mik Allahun, të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ata që kanë besuar, besimtarët, s'ka fije dyshimi se pala apo ana e Allahut, apo ata që janë në rrugën e Allahut, ata janë ngadhënjës. Pra, ne nëse jemi në krahun, apo në anën, apo në palët që janë në rrugën e Allahut te bareke ve taala, dhe kemi zgjedh Allahun, të dërguarin e tij dhe besimtarët që të jenë më të dashurit ton, ne jemi ngadhënjës, ne jemi fitimtar. Komentatorët e Kur'anit, kur i kanë komentu këto ajete, ma konkretisht ajetin 55 nga surja El-Maide, që Allahu po thot: "Miku i më i afërt i juaj apo më i dashur i juaj është Allahu, pastaj i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, pastaj besimtarët që falin namazin, japin zakatin." Dhe në fund të ajetit Allahu po thot: "Wa hum rakiun", duke qenë në ruku me përkthy, kështu i bën bukfalisht. Shtruhet pyetja, a thon vallë njeriu duke qenë ruku jep zakatin, jep sadaka? Shumica e komentatorëve, mufesirinëve të Kur'anit kanë thënë se ky ajet ka zbritur ekskluzivisht për Aliun radhiyallahu anhu, për kalifin e 4 të muslimanëve. Por ky ajet nuk do të thotë se lidhet tash vetëm për Aliun, por tash përfitojmë edhe ne të tjerët pas tij. Dhe shkaku i zbritjes së ajetit ishte se një ditë prej ditësh Resulullahi sallallahu alaihi wasallam doli në xhamin e tij dhe besimtarët po falen, dikush ishte në qiyam, në kam, dikush ishte në ruku, dikush ishte në sejdë, dikush jepte selam. Dhe po në mesin e xhamis një lips, një të varfër që po kërkon sadaka. Edhe e pyeti Resulullahi sallallahu alaihi wasallam: "A dha dikush diçka?" Ai tha: "Vetëm njëri tha më dha diçka." Duke qenë tha në ruku, unë ju afrova, ai tha: "E hoqi unazën edhe më dha." E pyeti Resulullahi sallallahu alaihi wasallam: "Cili është ai?" Ai tregoi me geshta: "Ky. Ai ishte Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu anhu." E u gëzua Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj Allahu te bareke ve taala e zbriti kët ajet kuranor. Pra, të ndershëm vëllezër, muslimani i vërtet ka në jetën e tij parime, ka në jetën e tij rregulla të cilave ju përmbahet. Dhe prej parimeve apo rregullave për të qenë prej të dashurët e Allahut është që dashurinë dhe urrejtjen me njerëzit me lidh me krijuesin. Nëse don dikon, e don për hir të Allahut. Por unë azat nëse urren dikon, nuk e urren për gjëra të tjera, por e urren vetëm për hir të Allahut te bareke ve taala. Në hadithin e Ebi Umames radhiyallahu anhu tregon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Ai cili jep për Allahun, fillimisht ai cili e don dikon për Allahun, e urren dikon për Allahun, jep për Allahun, po edhe ndalohet nuk jep për Allahun, ai e ka plotësuar imanin, ai e ka kompletuar imanin,
besimin e tij. Pra, çfarë ka për qëllim në këtë hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nëse e duam do kënd, ajo dashuri duhet të buroj nga zemra e pastër e sinqert dhe të jetë vetëm për hatër apo vetëm për hir të Allahut. Jo me të lidh ty interesi i biznesit apo runa zot interesi partijak apo interesi familjar apo interesi miqësor apo ku ta diun e interese të ndryshme të kësaj bote. Nëse ti ki lidhje me dikën dhe e don dikën, atëherë ajo dashuri le të burojë nga zemra e pastër me qëllim apo me niyet që të jetë për hatër, për hir të Allahut te bareke ve taala. Por unë Zot, nëse urren dikënd, nuk lejohet ty ta urresh askënd, se muslimani nuk xhelozon, nuk urren, nuk nënçmon tjerët, nuk përgojon. Mirë po, ka raste kur muslimani, që është i dashur i Allahut, që është prej eulijave, e urren dikën. Ka raste. Kur janë ato raste? Kur tjetrin e shef në harame. Tjetri është i zhytur në harame, në gjënahe. Ti si musliman, kur se si në qofë se ki iman, dhe pretendon se je prej të dashurët Allahut, apo dëshiron që të jesh prej të dashurët Allahut, nuk ka mundësi ti me qenë i kënaqur me ata, edhe me i fol atij të buzëqesh. Ajo është në harame. Ajo është duke pi drogë, apo duke pi alkool, apo duke bo zina, apo duke dhunu dikën, apo duke runa zot kërcnu dikën, apo shantazhu dikën, e ti me fol me të kështu me buzëqeshje, zemër hapur, zemër gjan, me qenë me ato që i bën harame. Ti nëse ki iman, ki besim, me ndonë me qenë besimtari sinqert, me qenë prej të dashurët Allahut, nuk mundesh ti me fol kështu, zemër hapur, zemër gjan edhe i buzëqeshën me ato që është fut në harame. Ja të rek vrejtjen, e këshillon, përdor metoda të mira, me butësi, me urtësi, me fjalë të ëmbla. Nëse ti nuk ke sukses, i thut ndokujt tjetër, edhe nëse të gjitha rrugët shterren, pra nuk ka sukses fare, atëherë ti largohesh. Tek ne çapo thonë, ka me i bomora, pa i ka punë të vetë, i ka punë të mia, na që tu jemi kojshi, shkojmë te njëri tjetri, hampim, rrim, ai vazhdon të vetën, ai bën haram, unë nuk i bëj. Edhe nuk po e shohim këtë problem. Ky është problem i madh. Ky është problem i rrezikshëm. Ky është problem më shumë se një epidemi ngjitse, një virus që është ngjitës edhe e shkatërron një popull të tërë. Keni pa ka sëmundje që kanë atë virusin që bartet prej personit te personi. Çfarë do të më botash? A do të më marr këtë person edhe me fut në masë edhe krejt me shku me përçafu me dashtate? Jo, do të më izolue sepse ta bart virusin. Ta bart virusin, ta infekton krejt familjen, krejt lagjen, krejt popullin. Po du të me izolu dhe me shëru atë. Po ashtu është edhe me këtë që është zhyt në harame. A me marrë tashta me promovu këtë në mesin e muslimanëve, me i dhanë pozite, me i dhanë ndërë kështu privilegj para të tjerëve? Jo, duhet me këshillue. E me këshilla kuptohet të buta, me fjalë të ëmbla, me fjalë të mira. Nëse ti nuk ke sukses, me gjet dikon që ndikon tek ai. Nëse din se ty të urren, ti mos shko me i thon pse po runa zë pse po e shet drogën apo po e shpërndan drogën. Apo pse po e pin alkoolin, apo pse po e shet alkoolin lokale të ngjajshme. Mos shko se nëse të urren ty e nuk e merr prej ti, se e merr ato si tendencioze, si diçka do të thot personale mes teje dhe ti. Mirë po, i thuan do kujt që ka ndikim tek ai. E nëse i përdorëm gjitha rrugët, edhe në farë mënyrë na shterën rrugët e ndikimit tek ai, atëherë ne largohemi prej tij dhe jo për interesa personale, po për hatër të Allahut e urrejmë. Derisa kur të largohet prej haramit. Nëse ai mas një viti largohet prej haramit, na prapë duam për hir të Allahut. Pra urrejtja nuk është në baza familjare, apo në baza lokale, apo në baza biznesit, apo në baza partijake. E keni pa tash një fatkeqësi kështu që ka ndodhur edhe ende po vazhdon prej pas luftës, janë nda njerëzit, jo njerëzit,
Po musliman që falen, edhe vllazën prej dinit, prej feje, edhe vllazën prej nanës edhe prej babës janë ndonë me veti. Për çka? Se njëri është një parti, tjetër një parti. Ky akuzon këta për hajna, ky akuzon këta për hajna. Ky akuzon këta për kriminala, ky akuzon këta për kriminala. Ky akuzon këta për diçka tjetër, ky akuzon ngjajshëm. E në fund çka bëhet? Ata atjen pozita, pe shfrytëzojnë shtetin, pe shtërrin buxhetin e shtetit, buxhetin ton, na që pe mushëm me tatime, me taksat tona. E po e vjedhin kështu në mënyrë të kulturuar këtë shtetin, edhe po përfitojnë për këtë botë. Sa po mujnë? Edhe prapa ata mas një kohë, mas 4 viteve, pendrojnë koalicionin. Deri dje vetëm sa si janë vrandër me veti, mas 4 viteve po hynë koalicion, po puthen, po duhen, po përqafohen, po hanë, po pinë. A këta vllaznit që janë të dinit edhe të gjakut, këta nuk po folin ndërmjet veti. Pse? Pse para 8 viteve nuk kanë qenë këto partit e tyne në koalicion. Tash janë bon koalicion. Po ata janë njerëz, si mi qujt, fleksibila, janë njerëz do të thotë elastik, ata kthehen ka dush. Se interesi tyne është dënjaja, interesi tyne është xhepi, interesi tyne me dal para media është. E kush po viktimizohet, po viktimizohen këta musliman të gjorë, këta që s'po din. Po nuk ja vlen më ti morr rrejt në baza partijake. Ose tjetra, mas lufte në Prishtinë, masi jeni këtu duke studiue, po e shifni, i kanë dy pjesë të Kosovës i kanë në cak me i sulmue. Lapin edhe Drenicën. Lapi ka qenë edhe para lufte, se morën lapi në Prishtinën, e kështu e tregtare, pa shakoran, e ku ta dion. Tash mas lufte, ndahen, prap kështu në baza të veneve kavinata prej rajoneve, edhe urrejhen në me veti për shkak se ky është i Dernicës, ky është i Llapit, ky është i Dugaxhinit, ky ana Maravës, ky i Karadakut, ky ku ta diun i Luginës të Shevës. Po nuk lejohet kjo urrejtje. Absolutisht, nëse dikush ka kësi urrejtjesh ndaj ndonjë lokaliteti apo ndonjë rajoni të Kosovës, ai le ta dinë se ai ka elemente, ka shenja të qarta të ignorancës, xahilietit. Islami zhdu këto, i largon këto gjana. Këto janë smundi që janë trashëguar për të kaluarës, tash ato do të me ushërue. Dhe mjekimi bëhet me islam. Mjekimi bëhet me islam, se nuk ka ndonjë mjek apo nuk ka ndonjë metodë që mundet me të shëruar për kësaj smundje. Edhe shumë kush sot krenohet se jemi këtij vendi, nuk ka krenari me vend o vëlla. Pse çka ka te Allahu me rëndsi nga ai nga Llapi, Dugaxhina, Drenica, ana Marava. A ka çon pesh në sen, mos ka ndaj element apo ndaj argument që e janë përcituar. Wallahi edhe i Mekës nëse i para çapës nëse e ke shpinë, po si në rrugt të Allahut absolutisht s'ka me të ndihmu ajo pse ti je pranë Mekës aty. E lemo prej veneve tjera. Andaj pra, men habalillah, kush e don dikon për Allahun, është fjala me dasht për hatër të Allahut, jo për hatër se kjo në gjematin ton, për shembull. E ke po? Dikush rrin me disa se këta janë gjemati jon. Ose këta janë menhexhi jon, drejtimi jon. Ose unë i du këta se këta janë medhhebin ton. Ç'a më bota, këta që janë medhhebin ton, medhhebin Hanefi me i dasht, e këta që janë medhhebin Maliki apo Shafii apo Hanbeli, ç'a më bota shta? Mos me i dashta? A ka mundësi në islam njëri me urrejt njëri mësë është një tjetër medhheb? Ja, s'ka. A ka argument? A ka mundësi? A s'ka argument? A s'ka mundësi? Mës t'i manë me boni gjatë të tjilë. Dhe kjo ndarje duhet me u flak, apo duhet me u hiq prej muslimanëve të cilë pretendojnë se janë të dashur të Allahut. Apo, unë e du filanin se me filanin, nuk thëtë e du për Allahut, po me filanin rrim të filan hoxha, apo falmi të filan hoxha, apo e dëgjojmë filan hoxhën tërës. Se duj për hoxhën, po duj për hirë të Allahut te bareke ve taala. Unë e du filanin, se me filanin rrim filan ëmbëltoren, apo filan kafiterin, pim kafe. Çka të ndihmon këta Allahu me lidh me kafeteri, shoqnin, dashnin me vëlla musliman. Apo në dojtë tjetër, unë e du filanin për shkak të pasurisë. Është i pasun kem hajri i tina. Na du të me dash për hirë të Allahut te bareke ve taala. Edhe për shumë e shumë gjana të tjera,
Dhe dashuria kur s'lidhet për Allah, nga një herë të kthehet bumerang. Të kthehet do të thotë keq. Në njëf disa tri këtë që po ankohen, po thot hoxha kom dalë për filanin, se e kam tonë stem, e kemi shku e familjarisht jemi janë, e kom shtin shpe, e kom daru, e ka dali ka fol, nana i ka fol motra, nena, kënina ku ta dyne, po hoxha tash ma ka marrë motrën. A peshe kur punohet mbrapsht, kur s'punohet me islam qysh rezulton me pasoja. Po qysh ta mor motrën, pa i kish pas ardhë hoxha me shërbre. Ai ma kish pas shqyrë motrën edhe janë, dashtë edhe ma ka marrë ku ta dyne. Po ti pse mëre vëlla? Pse po bëhesh ma zemërgjon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Pse po bëhesh ma i mençëm se ai? Nëse ai nuk ka thonë me nejt na me motrat njëri tjetrit, atëherë ti ka po e merr guximin me nejt me motrat huaja edhe të huajt me nejt me motrat tua. Ka po merr guximin ti. Çfarë islami po don me bë? E tash ti ta ka marr motrën, mos e mërzet. Tash mos e mërzet, e ta merr edhe tjetër me bë me çu prapë ti në shtëpi. Se kur trenaj aty normal që shejtani ka punën e vet. Shejtani s'ka me i thonë, le shikimi, për kam hapi shikimin, hapi syt, shikaj motrën, shikaj atë. A besoni kështu po i një njerëz këtu, këtu po ankohen. Am ka tradhtu hoxh. Jo, me tradhtu s'ka tradhtu, tash nuk e di çu ka ndodh, po ka drejtë ai më marrë me motrën tonë. Po ma ka bë mas shpinë, ma ka bë para shpinë. E po çito ndodhin, çto mos marrveshje, çto probleme ndodhin kur nuk koordinohet jeta konform Islamit. Kur nuk e koordinojmë jetën si është me Islam, ndodhin këto probleme. Bile të këta që janë fetar, ndodhin probleme më të mëdha. Sa i shkon me nejtë, me hangën me pije dhe ja merr edhe gruan. Ka të lifar njerëz sot. Andaj, për mos me lënë hapësirë këtyne njerëzve që janë tamam si dohet në Islam, Allahu xhalla shanuhu ka përgatit mënyrën e jetës, mënyrën e bisedës, mënyrën e ushqimit, e të pijes e krejt. Me shkujt veç, femrat veç, edhe kryet muhabet. Andaj vëlla, musliman, mos harro se nëse dëshiron të jesh prej atyre që në një moment do të gjindemi në një pozitë të çuditshme. Mirë po në atë pozitë që për njerëzit ka me qenë e palakmueshme, për një moment, për një çast, do të dalim para Allahu te bareke ve taala. Në vend të bim, në mahsher. Do të ringjallemi. Edhe ai çast, ai moment është moment i trishtueshëm. Moment që të frikson shumë edhe të merron ndoshta. Pse? Se je ringjall befas. Pa pritmas. Ajo do të vini ditë. Mas vdekjes son, një ditë, për një çast, për një moment, do të ringjallën gjithë, krejt njerëzit, prej Ademit, a.s. deri i fundit. Dhe atë dite, do të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe atë dite, është një moment, një çast i papërshkueshëm. Allahu te bareke wa ta'ala, është i hidhruar shumë. Dhe ka ardhur hadithet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është aq i hidhruar sa që diellin e lëshon mbi kokat e njerëzve. Dielli u ka afruar mbi kokë. Allahu është hidhruar, është zemëruar shumë. Sa që nuk është hidhruar kur më shumë se deri atëherë, se deri atë ditë, dhe nuk do të hidhrohet më mas asaj dite kurrë shumë. Do të thotë hera e parë dhe fundit që do të jetë Allahu i hidhruar, i zemëruar në kulminacion. Pra, nuk është hidhruar Allahu kur deri atë ditë ashtu, dhe as pas asaj dite nuk do të hidhrohet kur. Dielli mbi kokë. Allahu i hidhruar, xhehenami po ndezet, atje zjarri edhe po dridhet, edhe po i thirr njerëzit me shkuar. Ndërsa ti po qëndron në atë pozicion. Për një moment, për një çast. Edhe askush nuk po din ka me shkue edhe si me shpëtu, si me ik. Sa që njerëzit nga ai tmerr i madh, apo ajo llahtari kur e shohin diellin mbi kokat e tyre, që thuhet është 1 milje, diku 1 kilometër e gjysmë parafërsisht. Në disa komente të hadithit kjo milje është komentuar edhe me atë ngjyrën që lyhen
syt apo që lyhen vetullat, çerpekët, ku ta diune, ka dy kuptime kjo milje. Në atë moment dikush prej asaj që përjeton mendon se edhe në xhenem me shku e ka më mirë se sa aty ku është. Sa është në pozitë shumë të vështirë. Dhe tash paramendoj veten këtë pozicion. Kur të merre është në kulminacion, frika në kulminacion. Mos me dit asnjë rrugë ka me mbajt, ka me shkue. Befas apo papritmas Allahu te bareke wa taala i drejtohet masës, i drejtohet njerëzimit, si thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ju thot einal mutahabbun fije, ku janë ata që janë dashur për hatër të? Ku janë ata që janë dashur për mua, thot Allahu te bareke wa taala. El-jaume udhilluhum fi dhilli. Jaume la dhille illa dhilli. Sot thot Allahu, po i fus në hijen time, sot kur nuk ka hije tjetër, përveç hije sime, thot Allahu te bareke wa taala. Ku janë ata që janë dashur, Allahu pyet për hatër timin. Ku janë ata që janë dashur dhe me vetë për mua, po i fus në hijen time, që sot nuk ka hije tjetër që mund të futen për të shpëtuar përveç hijes sime, thot Allahu te bareke wa taala. Apo e shefni dashuria për hije të Allahut, veç këtë moment ballasht. Ma shumë s'na kish dash, veç me pasën prej atyne në atë çast apo në atë moment se ti je që je dash me dikon për hije të Allahut te bareke wa taala. Dhe ta shtrohet pyetja, a ka dashuri ma të këndshme, ma madhështore, ma të mirë, ma të ëmbël, ma të bukur, se sa dashuria për Allahun? Cila dashuri mund më të gjeta këto? S'ka këtë dashuri për hir se jam farefis, se jam familje, se jam një lagje, një qytetit, një rajonit, një fshati. Dashuri tjetër, sikur që dashuria me gruan, apo me fëmijën, apo me prindin. Asnjë prej këtyre dashurive nuk të bojnë punë, as nuk janë madhështore, siç është dashuria për hir të Allahut te bareke wa taala. Pastaj vllazën, ai i cili dëshiron me shijue ëmbëlsinë e imanit, duhet të ketë 3 gjëra në veten e tij. Dhe në hadithin që shënon Imam al-Bukhariu dhe Muslimi, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun men kunne fihi wajada halawat al-iman. 3 gjëra ku shikon veten e tij, ai e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, besimit. Cila është e para? E para është me dashur Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo kënd tjetër. E dyta është me dashur njeriu vetëm për Allah. Dhe e treta është me urrejt kthimin kufër në pabesim, sikur që e urren hudhjen në zjarr. E urren me të hudhën në zjarr, po. Ai cili ka në zemrën e tij këto 3 gjëra, ai besimtar e ka shijue ëmbëlsinë e imanit. Pra, që tek ai të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur se gjithkusht tjetër, se ai e don çdo njeri vetëm për hir të Allahut, dhe o urren kthimin në kufër siç e urren hudhjen në zjarr. Pastaj në hadithin tjetër që shënon Imam Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsada Allahu lahu ala madrajatihi malakan, فلما أتى عليه قال أين تريد. Shumë bukur e përshkruan në mënyrë figurative këto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Në ngjarje, në ndodhi shumë e lehtë dhe e arsyeshme për ta kuptuar. Thot një njeri shkoi për ta vizituar një vëlla të tij, një vëlla musliman në një fshat tjetër. Dhe rrugës duke shkuar, Allahu ja dërgoj ati një melek, ja dërgoj Allahu një angel. Dhe
ai engjëlli meleku ul aty në mjetin e udhëtimit të këtij besimtarit. Dhe pasi ul aty e pyeti ku po don me shkua. Ka po don me shku ti? Ky tha, po du me shkue me vizitua në vëllatimin në fshatin këtu. Që ishte ai fshati, do thot ku shkon ai. Meleku e pyeti hel min ni'matin tarubbuha. A kie ndonjë interes tjetër? Për çka po shkon me vizitu? Për hir të Allahut. A kie ndonjë interes tjetër? Do thot a kie ndonjë qëllim tjetër në këtë vizitën tonë? Thot nuk kam as një interes tjetër përveç se enni ahbabtuhu fillahi azza wa jall. Vetëm në interes kam thot se unë ato e due për hir të Allahut azza wa jall. Ky është interesi i vizitës sime. Për këtë interes shkoj. Atëherë ky meleku i tha, fa inni rasulullahi ilejk. Unë jam i dërguam i Allahut tek ti. Më ka dërgu Allahu tek ti. Me të regua se enë Allahe qad e habbeke kema ahbabtehu fi. Se Allahu po të dënë ty ashtu siç po e dënë ti atë vëlla musliman. Subhanallah. Para mendoj e tash ti me qenë mesin aty në njerëzve që kitë sigur që Allahu të dënë. Testoje veten, pyete veten, sa njerëz i dënë kështu për hir të Allahut dhe i viziton 100% vetëm për hir të Allahut. As nuk ka qëllimi i kafes, as pak me dal dikun një park me u fresku me të, e pak me ik prej nxehtësisë, apo me hy brenda me ik prej ftoftit, apo me dal gjelbrim pak me shijua natyrën. Jo, 100% vetëm shkon me pa ato. As të intereson atë qëtë kafe, atë qëtë qaj, atë qëtë buk. Absolutisht ato s'janë pyetje. Tash, paramendoje, ti nëse i prej atyne që ki njerë që i dënë kështu, paramendoje tash, ty Allahu po dënë, për shkak se ti po e dënë atë pa interes. Do të thotë, ty të ka ardhë lajmi, informacioni sigur se po dënë Allahu te bareke ve taala. Këtë nuk po të jep një hoxh këtë informacion. Këtë s'po të jep, ku ta diun e një komision që jep fetva, diçka të ngjajshme. Këto po ta jep Allahu xhalla shanuhu këtë lajm. Këtë lajm po ta jep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe paramendoje vëlla musliman. Paramendoje tash ti po ecë edhe po jeton në mesin e muslimanëve, apo e din se ty po don Allahu azza wa jall. Po ty që tash me të ardh këtu në sallë, që tash me të ardh dikush. E me thon po lajmëroja, po ta dhoni lajm të gëzueshëm se kryeministri po don ty. Edhe këtë me bo publike tash, se po don ty, me përmen njerëzit e mediat. A ki muni mirë? Edhe pse nuk unë e falëndere sa të me dash politikant. Unë e mendoj se sa të mas kështë është me dash politikant. Se kejt e kanë për interes të votës. Si dhe mos në kohën kër afrohet fushata, shumë keq është me dasht. Se kanë me ta marrë votën, një për diçka tjetër. Mirë po sot na i shohim njerëz privilegjuar se o taku me kryetarin e shtetit, apo me kryeministrin, apo kryeparlamentarin, apo me një ministër, apo me një deputet, apo me një kutadion, nëse me bëmë taku me një kryetarin e shtetit madh, apo me një mbret, i disponuar rënd të jetën, se në pata pas rastin dhe më taku me mbretin e Hollandës, a me mbret reshin e Anglisë, a mbretin e Saudisë, a mbretin e filanit, a alanit. Edhe ndi veten, edhe me një herë me fotografu veten, me postue, me abatë që po të pëlqej njerëz dhe ku ta diun e çka. Shumë do të thotë është i disponuar. Mirë, po tash paramendoj me dasht mbreti i mbretëve, Allahu te bareke ve taala. Edhe këto publikisht Allahu po ta thot se ka me dasht edhe don ty nëse ti e don dikon për hir të Allahut te bareke ve taala. Po kjo dashni duhet të jetë 100% për Allahun. Jo të ketë diçka në mes jush diçka tjetër që ju lidh. Vetëm dashuria për hatër të Allahut te bareke ve taala. Pastaj është interesant edhe rasti i Ebu Idris el-Khawlanit. Ebu Idris el-Khawlani thot shkova në Damask dhe hyra në xhami. Kur aty thot e pash një djalë i ri, i bukur, simpatik,
kanë afru njerëzit afer, po e pyesin, po shkojnë, po vinë tjerë. Thot edhe më lap për shtypje ky djalosh, që ishte në rinin e tij. Edhe thot i pyeta njerëzit, kush është ky? Që këtë njerëzit që po kanë ndonjë kundërthonje, ndonjë mosmarrveshje, ndonjë divergjencë mes vetit, po shkojnë te ai po drejtohen, edhe ai po ja zgjidh problemet. Thot Ebu Idris al-Khawlani, më thanë mu se kjo është Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu. Edhe thot nesër unë shumë herët shkova në xhami që më ja kalua ti me shku para tij në xhami. Thot kur shkova i prapa të ish prej të parëve, ishte duke u fal. Thot masi përfundoi namazin, u ngrita akon thot edhe i dola para fytyrës, edhe e përshëndet atë dhe direkt thot ju drejtova me fjalët wallahi inni la uhibbuka lillah. Wallahi unë të dua ty vetëm për Allah. Edhe thot Muadh ibn Jabali u habit kur i dëgjoj këto fjalë. Edhe më tha, a Allah, a për Allah? Tha i thash, për Allah. 3 herë thot më pyeti, kështu 3 herë ju përgjigja se të dua për Allah. Atëherë thot më kapi për një skaj të rrobave edhe më afroi afër vetes Muadh ibn Jabali. Edhe më tha mua, e kam dëgjue Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, qala Allahu tebareke wa taala, ka thonë Allahu tebareke wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbin fije. Është bë obligim dashuria ime për ata që duhen për mua, për ata që duhen ndërmjet veti për mua, ka thonë Allahu. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fije. Është bë wajib, është bë obligim, Allahu ja ka bë veti obligim me i dasht ata që duhen për hir të Allahut. Wal mutajalisin fije. Edhe ata që ulen për mua, thot Allahu. Wal mutazawirin fije, edhe ata që vizitohen për mua. Wal mutabadhilin fije, edhe ata që shkëmbejnë dhurata, japin njëri tjetrit për mua, thot Allahu. Për këto 4 grupe është bë obligim që me i dasht Allahu. Allahu vetes ja ka bë obligim. Dhe pa dyshim se ky lajm që ja dha Muadh ibn Jabali Ebu Idris al-Khawlanit ishte një sihareq apo një myshde që ai nuk e kishte dëgjuar më herët më parë. Edhe Muadh ibn Jabali u kënaq shumë kur i dëgjoj këto fjalë se ky po e dën për hir të Allahut te bareke ve taala. Dhe ja kumtoi kët hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë Allahu te bareke ve taala në hadithin kutsi se më është bër obligim apo është bër obligim dashuria ime për ata që duhen për mua. Pra mos e kontesto, se mos e mendon ndonjëherë se a thua do don Allahu apo nuk do don, nëse e don dikon ti për hir të Allahut te bareke ve taala. E tash çdo njani duhet ta di se kanë e don. Nuk po mundem me u zgjat se koha po ecë shpejt, edhe me pyet tash e don këta apo e don ato, apo e don këta apo ato. Secili le ta din kanë e don edhe për çka e don. Secili le ta pyes veten e vet. Se na sot runa zot, shumë persona në jetë na dalin që i duan për dikon tjetër, e shumë pak persona na dalin që i duan për hir të Allahut te bareke ve taala. Në hadithin që shënon Buhariu dhe Muslimi, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ardhur një njeri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam meta sa'a, kur është çasti, kur është momenti, është fjala për çastin, momentin e kiametit. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, madha a'datta laha, ç'a ke përgatit? Çka ke përgatit për atë çast, për atë moment të kiametit? Ky personi, ky njeriu që e pyeti, tha nuk kam përgatit shumë, tha namaz apo agjerim apo sadaka. Por tha lakinni uhibbu Allaha wa rasulahu, por unë dua Allahun dhe të dërguarin e tij. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha el mar'u ma'a man ahab. Njeriu është me ata që don. Pe don Allahun,
të dërguarin e tij, ti do të jesh me Allahun edhe me të dërguarin e tij. Dhe Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu ishte prej atyre që ishin prezent që dëgjuan këtë dialog në mes të burrit edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot: "Fa wallahi ma farihna bi shay'in ka farhina bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab." Wallahi thot si na gëzu kur më shumë se sa me fjalët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, njeriu është me ata që e don. Do thot do të rinjallesh me ata që e don. Do të shoshnohesh në botën tjetër me ata që e don. Do të qëndrosh në botën tjetër me ata që e don. Do të kalosh jetën në xhenet me ata që e don, andaj të kesh kujdes kanë po e zgjedh, se me bovakia, me lajthit shejtani mallkuar, me çtime dash dikon tjetër që s'është në këtë pjesën e të shpëtuarve, po është prej atyre të humburve, atëherë e ke dash, Allah të ringjall me te, se me ato me ato do të ringjallesh, me ato do të shoshnohesh. Për ata, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma ka thonë: "Wallahi sikur të falesh atë natën pa pushu kurr, e sikur të agjëreja të ditën pa boj iftar kurr, e sikur ta shpenzoja tër pasurinë time në rrugën e Allahut te bareke ve taala." Mirë po, kur të vdes pa pas dashuri për ata që i binden Allahut, dhe vdes pa pas urrejtje për ata që i bojnë haram e Allahut, atëherë asgjë kjo mos do të më ndihmoj kur do dal para Allahut te bareke ve taala. Para mendosh çfarë ibadeti e ka përmend. Sikur me agjëruar ton kohën pa iftar, e me fal ton natën pa pushu hiç, e me shpenzu krejt pasurinë, mirë po nuk e ke dash dikon për hir të Allahut dhe nuk e ke urrejt dikon për hir të Allahut, thotë kjo do të më bëj dobi mua fare. Pastaj për fund e kemi edhe thonjën e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, ku thotë: "Wallahi sikur njeriu të ngrihet edhe të fal namaz në mes aty Ruknul Yamani edhe Maqam Ibrahim që është para Çabës, rreth 70 vite thot. Nuk do t'i bën dobi kjo nëse ky nuk ka dasht njeriu për hir të Allahut, edhe nëse nuk i ka urrejt njeriu për hir të Allahut te bareke ve taala. Dhe thot nuk do t'i bën kjo dobi sepse ky do të ringjallet ditën e Kiametit me amen e hab, me ato që e ka dasht. Ti falëtën mes me kam Ibrahim edhe Ruknul Yamani, falu ti sa dush, 70 vite. Mirë pa do të bën dobi nesër kur do të ringjallesh, shumë pikë pyetje e madhe. Andaj e lutim Allahun te bareke ve taala që të na mundsoj neve të jemi prej atyre që e duam njëri tjetrin për hir të Allahut. E dini pse? Sepse ka me dasht Allahu ty. Edhe e dini pse? Sepse do të jesh prej euliave të dashurve të Allahut. Allahu na mundsoft edhe na lehtësoft që të duhemi për Allah, edhe nëse urrejmë, ne nuk kemi urrejtje, as nuk është zemra jonë vend që do të me pas urrejtje. Po nëse kemi urrejtje, atëherë urrejtjen e kemi për armiqet e Allahut, për armiqet tonë, për ata që janë në harame, për ata që janë në rrugë të devijuar. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft edhe na bashkoft në xhenet. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulina Muhammad.